asaj pjesës më realiste të Bashkimit Evropian, duke qenë dhe ekonomia më e madhe, duke qenë edhe se shumë nga kuptohet zgjerimet e Bashkimit Evropian asnjëherë nuk kanë qenë pa shpenzime për Bashkimin Evropian. Pra, janë vende të cilat janë në prag dhe në proces të antarësimit, të cilat kërkojnë gjithmonë investime të jashtëzakonshme për të sjellë ato në të njëjtin standard ekonomik, politik, shoqëror, ligjor dhe në përputhje me shoqërinë evropiane në të gjitha dimensionet. Në këto kushte, Gjermania, si ekonomia më e madhe përsëris dhe si vend që ka përgjegjësinë kryesore për Bashkimin Evropian, ka një qasje realiste. Pra nëse ka vende të caktuara, të cilat kanë edhe një qasje deri diku klienteliste ose që dominohet jo nga interesat e Bashkimit Evropian, po dominohet shpesh edhe nga interesat bilateral që këto vende kanë me Shqipërinë, dhe këtu mund të japim shumë shembuj. Në rastin e Gjermanisë kjo nuk ndodh. Gjermania ka një qasje më pragmatiste dhe një qasje unë do ta gjykoja realiste ndaj proceseve të zgjerimit. Dhe këtë e kemi parë edhe në komunikimet që kanë patur historikisht kancelarët gjerman, ministrat gjerman me kundërpartët shqiptar. Nuk kemi parë entuziazm që është jashtë vendit, pra nuk kemi parë deklarata që janë jo realiste, por kemi parë se Gjermania kërkon që çdo vend, në rastin tonë Shqipëria, të plotësoj standardet, të plotësoj kushtet, të parafrojë legjislacionin, të zhvillojë ekonominë, të forcojë studimin e ligjit, të rrisi konkurrueshmërinë ekonomike, pra të bëjnë në një farë mënyrë ato që ne i kemi quajtur gjatë gjithë këtyre viteve të procesit të gjatë të antarësimit në Shqipëri, detyrat e shtëpisë. Në këto kushte, ne që jetojmë në Gjermani, pra që jemi mësuar në një farë mënyrë me këtë qasje të shoqërisë gjermane ndaj problemeve globale, jemi në një farë mënyrë më skeptik në raport me ato deklarata, do t'i quaja euforiste, dhe deri diku jashtë realitetit, që kanë dominuar sidomos fushatën e fundit elektorale, ku flitet për deklarata që janë jashtë realitetit, pra për të arritur që në një periudhë 2 vjeçare qeveria shqiptare dhe shoqëria shqiptare të plotësojë ato standarde që ne kemi 35 vite të plotësojmë. Dhe mbi të gjitha, edhe kur flasim nga ana praktike dhe kur bëhet fjalë për kapitull që janë disa vjetra kapitull, nga të cilat Shqipëria ka hapur gjithsej 56 dhe nuk ka mbyllur asnjë, të diskutohet që gjithë kjo punë mund të bëhet në 2 vjet. Natyrisht që mua si person që jetoj në Gjermani, e theksoj edhe një herë, dhe që ky vend na ka imponuar të jemi realist në gjykimet tona, kjo na duket e jashtë vendit dhe na duket paksa një pretendim i egzageruar nga ana e qeverisë shqiptare. Ndërkohë që mbledhja e sotme në Tiranë i përket komunitetit politik evropian, i cili është një organizëm, ta quajmë kështu, i krijuar kohët e fundit dhe nuk ka të bëjë me integrimin në Bashkimin Evropian në fakt, po pa problem këtu paraqitet sikur ka të bëjë edhe me integrimin, gjërat ngatrohen pak, ashtu siç u ngatrua edhe simboli i këtij samiti ku liderët evropian firmosën njëri pas tjetrit me simbolin që Partia Socialiste kishte në fushatën elektorale. Pavarësisht kësaj, duket se ka një farë mbyllje sysh, le të themi, apo një farë tolerance që është shkruar shumë herë edhe në shtypin evropian të liderëve evropian ndaj vendeve si Shqipëria apo dhe Serbia, ku kohët e fundit ka pasur protesta masive të studentëve atje, për të mos i thonë të gjitha kritikat që mund të kenë për këto vende, po duke u treguar pak më të përmbajtur për shkak të interesave të caktuara që mund të kenë vendet caktuara drejt për drejt me këto shtete, apo për shkak të një farë interesi për stabilitet që ka Europa në lidhje me vendet që e rrethojnë atë. Unë do të thoja që samite si ky që ne shohim në Tiranë sot, për Shqipërinë dhe për ne si shqiptar përgjithsisht janë një mesazh i mirë. Pra, Europa sheh Shqipërinë dhe Europa në një farë mënyrë ndikon ky samit që Shqipëria të vazhdojë të rivendoset në hartën e Europës dhe në hartën politike të botës. Por, nga ana tjetër, unë si qytetar shqiptar dhe si qytetar shqiptar që nuk më pëlqejnë shumë shohut, por duhet dhe shpresoj që Shqipëria të mos
ecë përpara, qoftë në proceset e integrimit, qoftë në ekonomi, thjesht me fjalë, por me vepra, këtë natyrisht unë në këtë, sidomos në përpjekjet që ju e thatë shumë mirë në parashtrimin tuaj, në përpjekjet që bën qeveria, që këto samite ose ti keq interpretoj, ose ti vendos në një dritë që i shkon për shtat propagandës saj, që tashmë është proverbiale, natyrisht që me këtë unë nuk jam dakord dhe kjo nuk më pëlqen. Për sa i takon komentit tuaj se vendet të Bashkimit Evropian dhe vendet caktuara bëjnë deklarata pozitive dhe deklarata inkurajuese, unë këtu nuk gjej asnjë gjë të keqe. Pra, kuptohet, Ballkani Perëndimor është një vend me shumë probleme, ne jemi të gjithë të ndërgjegjshëm që këto probleme ekzistojnë. Në Shqipëri propaganda qeveritare është përpjekur që këto probleme t'i fshehë dhe t'i mbulojë, por çdo njeri që bën një analizë gjatë këto problemet i sheh, dhe Bashkimi Evropian dhe vendet caktuara, sidomos Gjermania, nuk janë sylesh, le të themi një fjalë që e përdorim në gjuhën e përditshme, që ti të mund t'i hedhësh hi syve dhe ti të mund t'i gënjesh si qeveri e një vendi të korruptuar dhe me shumë probleme siç është Shqipëria, por duhet dalluar pjesa e inkurajimit që ato bëjnë nga pjesa reale. Dhe pjesa reale e shohim në raporte, e shohim në firmosje marrëveshjesh, e shohim në firmosjen e kapitujve të antarësimit, dhe aty do të dallohet shumë qartë se çfarë parafrimi dhe se çfarë qëndrimi ka Bashkimi Evropian dhe vendet caktuara ndaj Shqipërisë. Nëse do të shohim mbyllje kapitujsh, nëse do të shohim hapje kapitujsh, dhe nëse do të shohim progres në negociata, kjo është përgjigjja zyrtare e Bashkimit Evropian. Nuk janë deklaratat që edhe një herë përsëris janë inkurajuese me qëllim që këto vende të cilat dihen se sa probleme kanë dhe ku Shqipëria për fat keq dhe për fatin tonë të keq si shqiptar është nga vendet me problemet më të mëdha midis të gjithë vendeve të Bashkimit Perëndimor, sidomos tashmë që sapo na është konsoliduar në pushtet ajo që unë e quaj një diktaturë e re, sepse një forcë politike me një qasje jo demokratike ndaj politikës, jetës shoqërore, jetës ekonomike, sa po fitoi mandatin e 4 dhe është një kamban alarmi për gjithë shoqërinë shqiptare. Pra edhe kjo Shqipëri dhe vendet e tjera, gjithë ato probleme që kanë, ndoshta e meritojnë dhe një fjalë inkurajuese nga Bashkimi Evropian, ndoshta e meritojnë dhe një gest inkurajues, por e përsëris edhe një herë do të jenë mbyllja e kapitujve, ato që do të flasin konkretisht se çfarë mendon realisht Bashkimi Evropian dhe vendet caktuara ndaj për Shqipërinë. E qartë. Flasim pak tani për diasporën.